Makve 13:8 në episodin, mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Sepse kush do tjetrin, e ka përmbushur ligjin. Lavdi Zotit. Është shumë interesante vëllezër dhe motra që fillon pikërisht ky varg me fjalën mos dhe mbaron me fjalën ligj. Në fakt që për krijimin Ati Perëndi dha vetëm një ligj për njeriu. I tha mos ha nga kjo pemë. Pema ku njeriu vetë do vendoste çfarë ishte e mirë dhe e keqe për të. Pa Zotin, pa Atin, pa krijuesin e tij. Imagjinoni çfarë lajmi trisht. Atë që Zoti ndalon, njeriu e bëri. Sepse dëgjojmë mësimin e Angjëllit të Rënë, ne dimë historinë. Dhe si të krishterë vëllezër e motra, shohim këtë qytetërim, le ta quajmë, një fjalë të bukur, për mos të thënë të vërtetën që sa e trisht është kjo botë, që bën vetë çfarë i duket e mirë. Dhe shkon në shkatrim, shkon në humbje. Prandaj Zoti na thret jemi trit dhe krip për këtë tokë. Që ata të shohin një tjetër modeli. Që ata të shohin Krishtin tek ne. Po si e shikojnë ata Krishtin tek ne? E thot vetë vargu, disa herë, jo vetëm një herë, po specifikisht u lexua. Së pari mos i kemi detyrim askujt. Thon ndryshe të kemi paqen. Dhe paqja e Perëndis nuk është paqja e kësaj bote. Bota shkon paqe ku nuk ka konflikte. Po për ne paqja është më shumë, është shalomi, ëh. Hebrejt kanë fjalën shalom, është përmbushja, është jeta me bollëk. Ti jetosh dhe të ecësh në paranin e Zotit. Për këtë paqe ka nevojë bota. Jo vetëm për mangësitë konflikteve, po të jenë njësh me krijuesin e tyre. Të kenë këtë dashuri që vetëm Zoti e jep. Dhe shkrimi vazhdon dhe mbyllet ku thotë, unë do të shtoja vetëm një fjalë që aty nuk është, po kuptohet që përveç se detyrimit që ta doni tjetrin. Sepse thotë mos i keni detyrim askujt, po përveç kësaj thotë. Sepse Perëndia është dashuri. Dhe në dashuri nuk ka frikë. Dhe dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Dhe Zoti nuk na ka dhënë frym frikë, shkruhet, po frym force, dashuri dhe urtësie. Dhe kjo forcë nuk vjen prej nesh. Prandaj dhe Davidi mbretit shkruante, të dua o Zot forca ime. Kjo është forca përmbi çdo fuqi, përmbi çdo pushtet. Dashuria që Zoti na ka lënë. Sepse ai është dashuri dhe ai meriton lavdi. Prandaj dhe përmbushja e ligjit përmbushet në dashurinë e tij. Dashurinë agape, jo dashurinë njerëzore, sepse ne nuk kemi dashuri. Ai është dashuri. Të duash Zotin dhe të duash tjetrin si vetja. Por si krishterë të rilindur nga ky Perëndi, mund ta duam tjetrin dhe më shumë se vetja jonë. Për ne është e pamundur, po me Perëndin çdo gjë është e mundur. Ndaj të kemi para si gjithashtu dashurinë, sepse në dashuria që kemi për njëri tjetrin, gjithë bota do shohë që ne i përkasim Krishtit. Vetëm tek bita e Perëndisë është kjo dashuri, askund tjetër. Le ta ndriçojmë botën me dashurinë e Krishtit. Le të lutem për lavdinë e Zotit. Perëndi shenjë ti dashuri Zot, ti na deshe që para fillimit të Perëndi dhe ti na thuan fjalën tënde që para se të lindin ti na njohë Zot. Falenderojmë atë që Zoti i shenjtë mëshira jote triumfon mbi gjykimin dhe ti na thret që ti jetojmë në dashuri. Na mëso Zot këtë dashuri sepse njohuria krekos të fjalës jote, por dashuria ndërton. Po ishte ndërtojmë kishën tënde Zot, mbretërinë tënde në themelin e dashurisë së të vërtetës. Për lavdinë tënde në Krishtin Jezus. Amen. Amen. Zemra ma dysho
Thank you.